Neve na bën veçantë që kena mishin halal, frest edhe mundohem pastërtinë me mojt maksimum. Na ofrojmë hamburgera, sendviça dhe pica. Unë jam Leotre Mojra, jam pronori i Burger Bros. Tash kena bo Bros Eatery, se kena përfshi një gomë të madhe të produkteve. Fillim ja kena nisë veç me hamburger. Na ofrojmë hamburgera, sendviça dhe pica. Kena lloje të ndryshme të burgerave. Tash që kena bo që kjo është e re, Crunch Bros, është me pul. Original Bros është më i madh se klasiku. Chicken Bros është pak më të madh, e ka një sos pak më ekstra. Sendviça lloje të ndryshme. Kena picat madhësisë ndryshme, të vogël, të mesme, të madhe dhe familjare. Neve na bën veçantë që kena mishin halal, frest edhe mundohem pastërtinë me mojt maksimum. Orarin e punës e kena prej orës 8 fillojmë me orë për përgatitje, për 8 fillojmë me shpendo bukën ose kur vjen këtu në lokal ose edhe delivery kena. Prej orës 8 domethënë vina në lokal deri në orën 12 natës. Burgeri me meny zakonisht është më i kërkuar. Edhe është me çmim shumë të arsyeshëm edhe është normal shumë i shishëm. Unë ja kam nisë prej moshës 25 vjeçore, domthonë në pandemi e kena hop, në 2020, që 5 vjet e kena si biznes aktiv që është. Domthonë fillim u kon shumë e vështirë, pastaj u shku tu na u letu pak se edhe përvoja që ka bë pak të veten. Në kohën e xhumos nuk punojmë, e mbyllim për orarin so e kena folën e xhumos. Pija alkolike nuk mojmë, e kena një pije tash Sultan që na ka ardhur, është goxha e mirë.